Ja ku jemi në një tjetër mësim, do të flasim për një temë vërtet të rëndësishme, pra për një rol që nuk mund ta marrim të mirëqen, dhe ky është roli i mikpritësit, pra personi që do të pres grupin ton të jetës, takinin ton, grupin ton. Është personi që vën dispozicion shtëpinë e tij. Shpesh herë është vetë udhëheqësi i grupit jetës, por për shumë arsye është shumë e rëndësishme që të jetë një antar tjetër i grupit në mënyrë që të favorizohet edhe një shumëzim në të ardhmen, sepse do të krijojë një ambient ku është më e lehtë të shkohet edhe në vende të tjera përveç shtëpisë së udhëheqësit. Tani, pse është i rëndësishëm ky rol? Mendoni kur në Bibël lexojmë për mikpritjen, është një nga të paktat urdhëresa të reja që na jepet. Në fakt, në vjatën e re janë të pangt urdhërimet e drejt për drejta që janë ekskluzive të vjatës së re, dhe nuk merren ose përsëriten apo përkthehen nga koncepte që tashmë ekzistojnë vjatën e vjetër. Dhe një prej tyre ka të bëjë me mikpritjen. Në fakt, autori i letrës drejtuar hebrejve do të na thotë: mos kursenin mikpritje, sepse disa prej jush, pa e ditur, kanë pritur engjëj. Tani, unë nuk e di këfton ti gjatë live grupit, por mund të them këtë, nga disa aspekte, Bibla thekson sa e rëndësishme është pikërisht vënia në dispozicion e shtëpisë. Në fakt, kisha e parë lindi pikërisht brenda shtëpive, prandaj Bibla na tregon në çdo mënyrë, në çdo moment, sa i rëndësishëm është ky rol, edhe në mënyrë të tërfortë. Dhe kjo është arsyeja pse ne besojmë se pritësi duhet të ndjek gjithashtu një sër karakteristikash për ta bërë atë subjektin ideal për të pritur jetën. Në fakt, para zgjithash, mikpritësi duhet të jetë një besimtar i pjekur. Sepse është e drejtë që kushdo që shërben në këtë mënyrë brenda jetës, që të paraqes mjedisin, të jetë një person i vazhdueshëm, që dëshmon besnik, që është i pranishëm në kishë dhe tek i cili mund të mbështetemi. Në fakt, nga ai që vën dispozicion shtëpinë e tij, presin që të jetë i pranishëm të paktën çdo javë. Prandaj, sigurisht nuk mund të jetë një person që është më shumë i munguar se sa i pranishëm, ose dikush tek i cili nuk mund të kemi shumë besim. Pastaj një gjë tjetër e rëndësishme është që të jetë i disponueshëm edhe në aspektin praktik. Në çfarë kuptimi? Shtëpia që ofron, ambienti që ofron, sa persona mund pres? 10, 100, një vet? Nuk e di cila është mundësia e tij, por është e rëndësishme që ne t'i bëjmë mirë dhe me kujdes këto llogari, sepse sigurisht një shtëpi shumë e vogël ku mund të rinë vetëm 5 persona në këmbë dhe të ngjeshur si sardele, nuk përbën ambientin më të mirë për hostin. Pra, ndoshta personi do të jetë fantastik, shumë i gatshëm, por ambienti nuk është më i miri për të pritur njerëzit e rinj që do të vinë, sepse të mos harrojmë, qëllimi i live group është që njerëzit e reja që vinë të mund të ndihen se i përkasin ambientit, vendit dhe grupit. Një gjë tjetër e rëndësishme është fryma e shërbimit. Të vësh shtëpinë tënde në dispozicion nuk është e thjeshtë. Për një kohë të gjatë unë kam vënë në dispozicion shtëpinë time për grupet që kam pritur dhe e kuptoj që duhet të kesh një qëndrim shërbimi, të jesh i gatshëm të shërbesh tjetrit, ta ndjekësh, të jesh në dispozicion si për hapësirën, ashtu edhe në nivel përgjegjësie, sepse po pret shumë njerëz të ndryshëm, të cilët ndonjëherë mund të mos kenë edukatën e zakonshme ose atë me të cilën jemi mësuar ne. Pas kësaj, një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që ai t'i nënshtrohet vizionit. Se kjo? Sepse ai po e vë veten në dispozicion të kishës dhe të rolit që ajo dëshiron të ketë në qytetin ton, në zonën ton. Prandaj duhet domosdoshmërisht të jetë një person i parafruar me vizionin e kishës dhe vizionin e grupit jetës, të shumëzimit. Pra, në ç'më mënyrë mund të përgatitet një ambient efektiv për grupin ton të jetës? Le ta imagjinojmë këtë. Hym në një shtëpi dhe gjithçka është e pistë, e çrregullt, ambienti është i shëmtuar, me pak dritë, ushqimi është vendosur sa për sy e faqe. Ja, ky nuk është një ambient që mua personalisht do të më bënte të kthehesha përsëri. Pikërisht për këtë arsye ne duhet të krijojmë një ambient që të jetë i rehatshëm, i këndshëm, mikpritës, dhe në këtë nuk duhet bëj gjithçka vetëm pritsi, por natyrisht duhet të marrim pjesë edhe antarët e tjerë të grupit jetës. Në fakt, mendoj se kjo është një këshill shumë e rëndësishme. Në momentin që gjeni një pritës, një person që vë në dispozicion shtëpinë, është e rëndësishme të përcaktoni edhe role për punë më praktike, si pastrimi, hedhja e mbeturinave, përgatitja e ambientit, rregullimi, sepse edhe nëse pritësi mund të jetë një person jashtëzakonisht i gatshëm, siç ndodh shpesh, pasi tashmë vë në dispozicion shtëpinë, t'ia lësh të gjitha përgjegjësitë vetëm një personi është kundërproduktive. Së pari, sepse mund ta lodh pritsin dhe, së dyti, mund të jetë demotivuese, sepse vjen dikush që në të ardhmen mund të ofrojë shtëpinë e vet dhe thot, "Wow, nëse ky është angazhimi që duhet të kem për të pritur një live, do ta mendoja 2 herë." Pra, krijimi një ndarje efikase të roleve lejon gjithashtu që ta përjetosh live-in me më shumë lehtësi dhe bën që ambienti të respektohet dhe vlerësohet më shumë nga të gjithë. Si mund të përgatitet ambienti në mënyrë efektive?
Jesh duke filluar nga baza në mënyrë të thjesht duke e pastruar dhe mbajtur të rregullt. Të zgjedhësh mirë si ta sistemosh ambientin, të pastrosh, të rregullosh gjërat që janë në çrregullim, të vendosësh karriget në mënyrën e duhur, të ndezësh në një dritë, ta bësh ambientin sa më komod dhe të ngrohtë që të jetë e mundur. Dhe në fakt, është gjithashtu e rëndësishme të mendosh edhe në mënyrë të thjeshtë për vendet e ujës. Nëse ne mbajmë karrige shumë të pakëndshme ose të vendosura në mënyrë shumë të rastësishme, që nuk lejojnë të kemi një shkëmbim efektiv, atëherë do të kemi shumë vështirësi. Po, ju jap një shembull personal. Unë shkoj në një live ku ambienti i hosti ynë nuk ka një sallë shumë të madhe, madje nuk ka fare një sallë të gjerë, dhe ne i gjenim vërtet pakëndshme të kishim tryezën e ngrënjes në mes të sallës, e cila ishte tashmë e vogël, ku duhej të rinim të gjithë ngjeshur rreth saj, dhe me që jemi pak brenda grupit, ishte një ambient jo shumë komod, sidomos për ata që vinin për herë të parë. Pikërisht për këtë arsye vendosëm të heqim tryezën nga mesi, thjesht të ham dhe darkojmë pa tryezë, por në një mënyrë që të kemi një ambient më të gjerë, ku mund të shohim më mirë njëri tjetrin në fytyrë, të shohim më mirë teksa ndajmë dhe bisedojmë, në mënyrë që të kemi një ambient më miqësor dhe ku mund të jemi më shoqëror me njëri tjetrin. Një gjë tjetër e rëndësishme është ndriçimi. Nëse him në një sallë dhe është gjithçka e errësirë na tremb, do të mendojmë se është, nuk e di, një seancë. Po jo, ky nuk është qëllimi i live, ky nuk është qëllimi i grupit. Qëllimi i grupit nuk është të tremb, po pikërisht ta bëj atë të ngrohtë, mikpritës në mënyrën më të mirë të mundshme, siç e kam thënë edhe në pikat tjera. Pikërisht për këtë arsye duhet jemi praktike dhe sa i përket temperaturës. Nuk duhet jetë ftohtë, nuk duhet të ngri njeri, nuk duhet të hyjë dikush me xhup të trash, siç ishte jashtë në rrugë, të hyjë brenda po ashtu dhe të qëndrojë në shtëpi i veshur sikur të ishte në mal, i veshur sikur të ishte në mal. Në të njëjtën mënyrë, edhe gjëra praktike si një kafe, një ujë, çfarëdo gjëje që mund të plotësojë nevojat e njerëzve të pranishëm, sepse të mos harrojmë, qendra ekskluzive dhe e vetme e live janë njerëzit, ta bëjnë këtë grup këtë moment një nga më të bukurit e gjithë javës. Në fakt mendoj se nuk ka fitore më të madhe për një lider, për një host, se sa kur njerëzit fillojnë të thonë, ky është momenti im i preferuar i gjithë javës, nuk prisja gjë tjetër veç se të kisha këtë moment me ju. Dhe unë mendoj se kjo situatë këtu, ky kontekst këtu, ky rol këtu, e bëjnë të mundur që të thuhet diçka e tillë për grupin ton.